Vjen mrekullia. Parashjevi Simaku rikthehet me ish bashkëshortin. Ajo çfarë nuk imagjinohej po përgatitet. Ndonë se marrëdhënia e tyre ka përfunduar vite më parë, artistja Parashjevi Simaku ka zgjedhur të kthehet në skenën e muzikës nën kujdesin e ish bashkëshortit Robert Nolfe, i cili ka qenë edhe menaxheri i saj për shumë vite me radhë. Në këngët e saj Dashuria, Parashjevi Simaku shfaqet me një imazh të kuruar, ndërkohë që në të dhënat e këtij projekti muzikor del në pa edhe emri i Nolfe. Përveç se producenti i kësaj kënge, ish bashkëshorti i artistes është kujdesur edhe për muzikën e saj së bashku me vetë Simakun. Nga ana tjetër, Eltoni Liriani ka paralajmëruar se Parashjevi Simaku do të vinë në Tiranë me një koncert për publikun shqiptar.